Jetojmë në një kohë ku njerëzit flasin shumë, por mendojnë pak. Një kohë ku opinioni shpesh zëvendin në mendimet e të dijes, ku zhurma ngatrohet me të vërtetën dhe ku shpejtësia po na largon nga thellësia. Por ka ende disa njerëz që kanë ndërtuar jetën e tyre mbi fjalën, mendimin, kulturën dhe guximin për të thënë ato që ndjejnë. Sot përballë meje është një nga zërat më të rëndësishëm të letërsisë shqiptare, poete, botuese, grua që ka sfiduar tabu. Një zë që ka folur për forcën, femrën, dëshirën, mungesën, vetmin, lirin, pa kërkuar kur leje. Ajo thotë që forcën e argumentit a jep vetëm dia. Kënaqësi shumë e madhe që sot në studio kam Rita Petrën. Rita, shumë faleminderit që pranove ftesën. Pranova me shumë kënaqësi. Si ishte Rita përpara poezisë? Vajza vogël. Dua të kthehemi pak në kronologjinë e jetës tënde. Në fakt e kam të freskët sepse nuk ka shumë kohë që ka dalë libri Lindur së prapti. Dhe ishte vërtet një vajzë rebele që më pëlqente të rija të ecja me duar. Më pëlqente të bëja akrobaci. Madje sheri i parë në familjen time ishte që do bëjmë akrobate. Ne thonin mami dhe babi, çfarë lidhje kemi ne me akrobacinë, asnjë në familje. Kështu që më pëlqente shumë të bëja këto lojrat, të shija nga poshtë qiellin. Ndërtesat, ato pallatet katërkatshme të kohës komunizmit dukeshin sigurisht ndërtesa gjigande. Qielli më dukej shumë i bukur, luaja me rret, kur ishin të bardha thoja janë dele, kur vinin rret e zeza thoja janë ujqit e zi. Po këtu gjithmonë është dikush që e dëgjoja nga gjyshja Zoti, që i shtyn, i mbron delet, i shtyn nga ujqit, po që ndonjëherë një ujk e kapte një dele dhe qielli skuqe. Dhe pastaj Zoti nga zemërimi i zhdukte rret e zeza, perëndonte dielli i kuq. Kam pas shumë fantazi, përveç se kisha dëshirë të luaja dhe sidomos me çunat, se kam pas një dëshirë të jashtëzakonshme të isha çunë, jo se ka lidhje me atë se më mungonin të drejtat si vajzë e vogël, se gjithmonë jam dire barabartë me çunat, po nuk e di pse. Meqense motra e madhe, kisha motër, tani unë pse duhet isha vajzë, duhet isha çunë. Dhe njeri çapkon, kam qenë gotë çapkone, rebeloja, por prap vajzë e edukuar në kuptimin që nuk kaloja asnjëherë në ekstrem. Qoftë me prindërit, qoftë në lagje, qoftë pasaj dhe me mësuesit. Por që e kisha këtë ndonjëherë i vetmi vend që më duke si kur ishte tempulli im, që mund të krijoja pralla me veten time, se lexoja shumë pralla. Po dhe mbyllesha në banjë, në ato banjat e vogla, dhe ata i binin derës, po dil pra tani, dil nga banjë. Unë duke si ishte i vetmi vend që asnjëri nuk më futej atje dhe krijoja kështu me kokën time, flisja me vete, bëja teatr. Se në çdo dhomë mund të hynin dhe mund dinin prindërit, vetëm aty nuk më hynte njeri. Kështu. I shulli paqes, në një farë mënyre. Por kur fillove të shkruash? Të fantazosh, ke qenë shumë e re, po të shkruash? Kam qenë e vogël që fillova të bëj ato poezit që na kërkonin edhe në shkollë patjetër. Poezit për mamin, për babin, për familjen, për motrën, për gjërat që shikoja rreth e qark. Dhe pastaj normal poezit e vërteta që quheshin poezi sirtari, sepse nuk kishe ku t'i çoje, nuk mund t'i botoje as në gazetën e shkollës dhe as kërkun. Këto ishin poezi intime në momentin e parë kur bien dashuri ti do të shprehesh. Dhe në vend që të mbaja një ditar normal, shkruaja poezi. Dhe kam qenë më e mira e klasës në hartime dhe nuk e haroj kur që si ka mundësi që një mësuese letërsie, zota haroj atë, unë i ndihmoja të gjithë për të bërë hartime, ata merrnin dieta, mua do më vinte patjetër 7-8. Dhe çuditesh atë, po si ka mundësi?
si ka mundësi që për çfarë duhet më ketë inat? Asnjëherë nuk e kuptojmë në jetën tonë pse një mësues na do dhe një mësues nuk na do. Këto janë ato dhimbjet e rritjes, ato pyetjet që i bëjmë gjithmonë vetes. Gjithë e shikoni që unë kisha talent në letërsi dhe pse duhet ndodhte një gjë e tillë. Është e habitshme. Po ndërkohë nuk të ndale, apo ta... Jo, fare. Unë asnjëherë, atë gjë që kam dashur ta bëj gjithmonë e kam bërë me të drejtën. Dhe pastaj normal filluan të shkruheshin patjetër këto lloj poezish dhe të gjithë që i lexonin thonë, këto janë poezit pa botueshme. Mos i çon asnjë vend këto poezi. Dhe në guximi ka lindur me ty, ka qenë pjesë e jote. Dhe pastaj më kujtua në gjimnaz kam shkruar dhe prozë edhe në takimin e dieshëm këtu në panairin e librit, takoj një mikeshën time që ka qenë ke gjimnazi Qemral Stafa. Tha mua, e diti se çka kam unë në shtëpi, një gjë të shkruar me dorën tënde, çfarë? Thashun, ti na ke pas bërë tha një novel, ta. Edhe ne të gjithë kur shkonim në punë vullnetare ose në zbor dhe të gjithë lexonim faqet e tua dhe i shpërndanim. Dhe në fund fare kisha shkruar që një nga të dashuruarit vdes. Dhe ato fillojnë gjitha duke qarë. Dhe më të mua pse e vdiqe, për qa keni ju i thashu nesërën gjatë, nesërën. Novela kishte një fund të lumtur. Dhe ajo më tha, unë u çudita, unë e kam, tha, çfarë thua? I thashun, si ka mundsi, po tha do të ta jap, se unë nuk e gjej në shtëpi atë. Wow. Po. Sa është koha për ta botuar atëherë. Po, qa për të botuar ato janë gjëra. Mendoj që kanë qenë kështu sentimentale, të ndikuara nga një lloj letërsie romantike që lexonim në atë kohë, si Lulet e Mollës. Kanë qenë këto librat, Lulja e kujtimit e Foqion Postolit. Domethënë ca libra shumë sentimental. Edhe ai ishte një lloj edukimi që ose që ne na pëlqente në atë kohë ky lloj sentimentalizmi, sikur të isha djalë, këto lloj librash që na jepnin, se pastaj letërsia moderne ka qenë ndaluar dhe kur isha unë studente, pastaj normal lexonim libra të ndaluar edhe pastaj ti fillon edhe zhvillohesh, domethënë përveç talentit, ty të hapet komplet një horizont tjetër që të zhvillohesh në artin tënd. Po shpërtimin tamam e kam pasur poezit të cilat janë bërë nga mosha 27 deri 31, 32, dhe këto i botova të gjitha në librin Vargjet përfolura në 93-shin ka qenë. Edhe që shumë njerëz ju bën shumë përshtypje poezit e mia, disa prej tyre u bën tekste këngësh. Njërin e ka kënduar Rovena Dilo me tekstin Në senatën vit të futem në shtrat. Për herë të parë u përmend fjala shtrat në një tekst këngësh. Pastaj botova në vitet 90 Shija e instiktit dhe arti im pastaj mori një drejtim shumë më të moderuar. Kishe frikë në kohën e diktaturës? Si ndikoi në mënyrën se si shkruaj? Ti nuk të censuroje diktaturën? Në fakt, kemi pas një lloj privilegji se na quaj gjyshi im ishte heroi i parë, dhe kishe një lloj imuniteti, por edhe mbase nga që nuk e kemi pas pësuar, edhe unë i shpërndaja poezit. Madje kisha dhe poezi që po më merret fryma, dua të jem e lirë, domethënë për shumë nga këto poezi disa janë futur dhe në burg. Por pastaj dy miq që punonin tek ne, unë punoja në atë kohë te libri shkollor, ta mua Rita tha, mos bëj shaka tha me këto poezi. Po është habitshme për shkak edhe mama edhe babai, kur nuk ka thënë ndonjëherë që çfarë janë këto që shkruan, që prindi edhe mund të thotë. Është habitshme, nuk më kanë thënë. Kam pasur prindër që për fat, se familja është fat, që mua dhe motrën time na kanë lënë të mendojmë me kokën tonë. Kjo për mua ka qenë një gjë shumë e rëndësishme. Dhe i quaj fat, dhe domethënë kjo ka ndikuar shumë te në natyrën time. Do thuash po pse u bëre rebele atëherë, sepse ata kishin rregullat e veta strikte të ndërtimit të familjes dhe gjithçka tjetër. Dhe normal që do s'do, sa do të mirë ti kesh prindërit,
është mision të rebelohesh ndaj prindërve. Nuk e di si e ke pasur ti, po këtë rebelizmin, më pëlqen ky rebelizmi dhe më pëlqen dhe te vajza ime. Pavarësisht ne quhemi që jemi dhe si shoqe, po më pëlqen rebelizmi. Flitej lirshëm për ndjenjat në familje, apo ishte... Jo, nuk mund të them, ne kishim liri, tash, na lejonim të mendonim me kokën tonë, po jo, nuk mund të them, që sa do të moderuar të ishim mami dhe babi, ata ishim martuar me dashuri, ishte ajo, i takonin ati brezi që filloi një lloj revolucionarizimi, që gruaja shkonte në punë, që duhet martoheshe me dashuri, dhe vërtet ata janë njohur në punë dhe janë dashuruar, dhe kanë histori shumë bukur dashurie, kanë pas deri vonë letrat, një tuf me letrash dashurie, sepse mami jetonte në Korçë, babi ishte në Tiranë. Edhe, kështu që unë jam rritur në një familje me dashuri. Dashuria ka qenë gjëja më e rëndësishme te ne, por jo intimiteti. Dhe mendoj se shumë të rrallë mund të kenë qenë atë kohë prindërit që të krijonin intimitet me fëmijët e tyre. Intimiteti quhet diçka që duhet mbaritur i fshet dhe nuk ka asnjë lidhje prind-fëmijë intimiteti. Shumë e bukur është mision të rebelohesh ndaj prindërve. E gjen gjithë secilin një farë mënyre vetëm, nga pak. Po dhe të ndihmon që të ruash atë sinqeritetin deri në fund. Dhe individualitetin, që të fillosh të krijosh individualitetin tënd, që nesër mos të thotë dikush diçka sa ua si e bërë si mamaja, e kam vdekje, po më thotë dikush që në momentin që më shohesh, të thonë gjanë si mamaja jote, ose... Dhe unë shoh, kam miq të mi që ngjajnë si baballarët, djem, ose për shembull vajzat si mamat. Them si ka mundësi se nuk shkëputen dot, është e tmerrshme. Të mos shkëputesh nga familja mund të jetë frymëzuese në jetën tënde, po jo ti deri në fund mos shkëputesh dhe të rikthesh dhe një herë siç kanë qenë ata. Duhet ndryshosh, mendoj unë. Dhe më vjen mirë se unë nuk jam asnjë njëri asnjë tjetër, kam marrë nga të dy, po nuk mund të thotë dikush që je bërë si mamaja dikur. Ose, jo, mua më thonë shumë, i ngjan babit, ke diçka, domethënë, jo, po je shumë... Po, individualiteti është e vërtet, është diçka që është shumë unike. Dhe ju keni qenë ajo që keni thyer tabut në një kohë ku njerëzit muret kishin vesh, dhe njerëzit kishin frikë. Po, e vërtet. Dhe sot e kësaj dite është e vështirë që të jenë të vërtet në poezi pa frikën e të gjykuarit. A ke pasur frikë ndonjëherë se të gjykohesh? Nuk e kam pasur, sepse edhe rreti im i lexuesve ka qenë një rreth i ngushtë. Unë për shembull i kam bërë përurimet e librave, janë bërë edhe në lidhjen e shkrimtarëve, të dy librat. Dhe kam marrë mendime shumë të mira nga poetët e aso kohe. Disa prej tyre sot normal nuk jetojnë më, po flas që ishin shumë më të mëdhenj se unë në moshë. Dhe deri në momentin që ata të quajnë një poete të re dhe fillojnë gjithë e talentuar, dhe ama kur fillon ti me poezinë tënde, t'u futesh në sinorët e tyre, t'u ka përsesh kufit, atëherë nuk të do më njeri. Domethënë sa të quajnë talent i ri, atëherë ajte a themi fjalën e mirë. Unë kam pas një rreth të kufizuar lexuesish. Dhe ajo që më bëri me një rreth më të gjerë ishte pasaj libri Vrima, që erdhi mbas mund të them mbas 8-9 vjetëve që kisha botuar librin e fundit me poezi, Këtu poshtë këndohet live, dhe se gjithmonë kam pas kështu një kohë të gjatë që nuk shkruaja, se nuk doja të përsërisja veten. Domethënë e quaja poezinë një mision shumë estetik, është një lloj si ato dashuritë që ti ke të rralla në jetë. Mund të kesh disa, po i ke shumë të rralla, nuk mundet që ti gjithmonë të dashurosh, ti mund të bësh një flirt, por nuk mund të dashurosh gjithmonë. Domethënë gjithmonë kam pritur që të kem një lloj frymëzimi nga Zoti. Mos e kem kështu
që unë po ulem tani, unë edhe tani po më thot dikush do shkrua, është normal që kam një vajzë bukur përpara, me sytë kaltë, është një koltuk gri aty, janë perdet e zeza, janë dritat që fokusohen, edhe ne mund themi u bë një poezi, po s'është kjo, ku dua dalë, çfarë dua të them, çfarë sistemi poetik jam duke ngritur, kam ngritur vërtet, që dikush thot, atë që thot Rita nuk e kanë thënë tjerë. Ose ato strukturë që zgjedh Rita për të bërë librat nuk e kanë bërë tjerët. Pastaj të pëlqen apo nuk të pëlqen ty është gjë tjetër. Secili shkrimtar ka lexuesit e vet. Po ama ti e ke ngritur sistemin tënd poetik dhe ky është problemi më i madh me poezinë, sepse një poezi të bukur mundet ta shkruaj edhe dikush që ka rënë dashuri. Madje unë kam lexuar në rrjetet sociale poezi të mrekullueshme që bëjnë njerëzit, pa pretenduar se janë poet. Po e ndjen, është një lloj si një pikturë të bukur që mund ta bëj dikush, pa qenë profesionist. Fundi pse s'ka gjë më të bukur, të mbushet jeta dhe dita plot. Por është tjetër pastaj të quhesh poet. Deri vonë vinte turp, thoja jam poete. Me thënë drejtën, deri vonë ka turp them jam shkrimtare. Dhe ka qenë një herë kështu për të qeshur, sepse një orë e largët edhe kishte rregulluar faqen e vet në Facebook, edhe kishte shkruajt atje, ka vite kjo gjë që sa u mësua me rrjetet sociale. Edhe direkt aty poete, shkrimtare, pashon. Më vinte zor, madje as që jam CEO, as që jam administratore e shtëpisë botuese nuk e shkruaj, po e shkruaj punon në shtëpinë botuese Albas. Nuk e di, më duket sikur janë disa tituj që nuk mund t'i... Duhet t'jesh shumë i guximshëm, budalla i marë që tu dëgjon se unë jam shkrimtar, unë jam poete. Duhet të të vi natyrshëm me kohë, normal tani, derisa më quajnë dhe njerëzit, lexuesit, poetet, tani më pëlqen, edhe e them, me plot gojën, por 10 vjet përpara se kam pas thënë. Çfarë ndryshoi titulli poete laurante? Thjesht është një mision. Është një mision që unë e kam marrë me shumë seriozitet. Unë ngrit një grup njerëzish ose krijuesish, të cilët kanë një shije komplet ndryshe nga shija ime, edhe madje unë ngritën kundër siç kisha dhe shumë njerëz të tjerë që më përgëzuan dhe që ishin shumë optimist. Nga ana tjetër ishte një grup që ishte pesimist, madje skeptik, që çfarë do bëj Rita Petro me titullin laureat. Fakt, unë gjithmonë kam qenë afër lexuesve, sepse dhe puna ime si botuese, edhe si shkrimtare, dhe mënyra si shkruaj unë ka lidhje gjithmonë me atë që po nuk i prekëm telat e zemrës së lexuesit çfarë kemi bërë. Qenia ime në media, aktivitetet e ndryshme, unë i kam bërë. Tani normal i bëj më, kur punoj për poetën laureate, i bëj më të strukturuara, i bëj me programe të caktuara dhe brenda 5-6 muajve kam bërë shumë aktivitete. E nisa me mbrëmje poetike, që ishte poezia kushtuar dashurisë, ishte 14 shkurti, dhe pastaj më eci mbar. Tani së shpejti do bëj për poezinë e kujtesës, për në ditën e Spaçit, që është 21 maj, dhe duke bashkëpunuar edhe me shkrimtar poet tjerë, madje edhe Agron Tufa më ndihmoi me emra poetësh, dhe vetëm poet ishin 40, o të vrarë, o të dënuar, të persekutuar, të internuar, dhe të mendosh poet, pa futur pasaj edhe prozatorët, pa futur artistët e tjerë, këngëtarët gjithë. Dhe vetëm mendosh sa frikë ka pasur pushteti i diktaturës nga fjala e lirë. Është e habitshme. Dhe do bëj një aktivitet. Bëm një aktivitet që është FemFest, bëm një katalog të grave shkrimtare. Do me thënë, dhe një mikesha ime më tha, Rita, si nuk fitove një çmim pa punë. Tash edhe këtë që more duhet punosh. Po si duket, ky është fati atij që pse është një shprehje shumë e bukur, që jepi punë atij që ka punë, mos jep kur punë atij që s'ka punë, se s'ka për të bërë asgjë.
Duket sikur vrulli punës për ju ka qenë dhe motiv vjetë, domethënë. Është e vërtetë. Në një farë mënyre. Është e vërtetë. Ju jeni jo vetëm themeluese, po dhe dritoreshe quani veten ju dhe CEO një ndër shtëpive botuese më të mëdha në hapësirën shqiptare. Është diçka që shumë e madhe. Keni mbajtur fjalën shqipe, librin shqip gjallë. Është mision shumë që ju nderon, po është dhe shumë i bukur. Sepse ka qenë një mision që kur u takuam me Latifin dhe Ram në dashuri, shqiptar nga Maqedonia, po i rritur në Kroaci me një mentalitet shumë perëndimor, dhe tham, siç u dashuruam, po këtë dashuri e kemi për librin, sepse dhe ai profesor, po kimie i shkencave eksakte, që po sikur të bëjmë diçka bashkë. Mua ndërkaq kisha ardhur më tundës puna në shtet, sepse gjithandej shikoja kufizime, dhe ti fillon edhe lodhesh, edhe do t'jesh në një fushë të hapur, të vraposh vetë pa të gjitha këto pengesat, pastaj pengesat dalin rrugës sa duash, por që pak të kornizat e punës së shtetit. Kisha nevojë për atë lloj lirie. Fundit isha armatosur me profesionin tim, kisha njohje, kisha lidhje, kështu që nuk ishte se e bëri dikush me botuese, po e bëja unë. Madje ne kemi qenë të parët, sepse ne filluam me librin shkollor, shtëpitë e tjera botuese të më pashme ishin marrë me librin artistik. Ne ishim parët. 15 vjet që ndërkohë punoja në librin shkollor, po, kur hapa. Në vitin 2000, pastaj nga 85 deri në vitin 2000 kisha punuar në librin shkollor, dhe kur e hapëm pastaj, dhe hapëm në 3 destinacione, ishte ai trekëndshi që kishim qef të krijonim, në Tetov, në Prishtinë edhe në Tiranë. U hap brenda vitit 2000, në kapërcimin e shekullit 2000, dhe kështu vazhduam, dhe e kam nisur me një biçikletë, pa frena, thoja gjithmonë, pa frena. E nisëm me një revizë, me një libër tjetër letërsie, më binin, shiko, kam pas bërë edhe ekonomisten, edhe shitsen, edhe shpërndarsen, do me thënë, edhe atë që shkruan të libra, edhe redaktoren, gjitha, se është fillimi, dhe më binte gjithmonë një ark me libra që e mbaj, e lidhja aty te biçikleta, më binin, i merja, i ngrija, i vija përsëri. Se njerëzit kur çojnë sot thonë, sa fat kjo, ose e ka ndihmuar, do me thënë, ka qenë partneri, normal partneri është mbështetje, ne jemi 2 luftëtarë, ne mbështetëm njëri tjetrin, unë nuk mund të them që prej mbështetjes së tij arritëm këtu, si mund të them që pa mbështetjen e tij mund të arrinim diku, po jo aq lart. Dhe njerëzit që na njohin e dinë shumë mirë që është meritë të dyve. Kjo gjë ku kemi arritur. Pra është një biznes tamam i ngritur nga dashuria. Dhe në themelet ku ndërtuam edhe shtypshkronjën, në themele aty, kur po ngrihej ndërtesa, mbushëm një shishe që futëm një letër aty. Na thanë hidhini vaj që mos prishet ajo te letra. Edhe e hodhëm në themele, kemi dhe fotot madje. Shumë bukur. Kanë qenë vite, 10 vite, sidomos 2015-a, 2025-a, kanë qenë vite, do të thoja, të arta me adrenalin pune dhe dashurie. Pastaj fillon puna ecën edhe vetë. Edhe sot ecën dhe vetë. Ka vështirësi sa duash, po unë them gjithmonë që edhe ato pengesat pa barazit që ndodhin në Shqipëri, se ka sa duash, edhe kur të ndodhin ato të heqin në një tull, po ndërtesa jote është e fortë. Kur ka themelet forta, ju ndërtuat me dashurin, për dashurin, për librin, edhe bët një gjë të maniqme, sepse kur ka shumë dashuri është shumë bukur. Dhe gjithmonë është ajo politika, ne kemi politika botimi, ne nuk bëjmë thjesht, ajde po gjej këtë titull, se do më shitet këtë titull, do me të gjithë më gjejmë ekuilibra, që të bësh edhe ata tituj të cilët kanë një lexues kufizuar, ose tituj të cilët i vlejnë bibliotekës njerëzve të cilët merren me studime, siç ka dhe tituj të tjerë të cilët kanë një masë më të gjerë lexuesish, patjetër.
por që nuk kemi bërë kompromis në njerë që të botojmë libra pa nivel asnjëherë se kemi bërë atë. Keni thënë jo? Shpesh? Po, kemi thënë. Do me thënë, edhe pse i kemi njohë, edhe mund të ketë mbetur qefi, ose i kemi thënë dëgjoj, rishikoje librin, ose çoje diku tjetër, ose dhe kemi thënë, sepse kemi një bord i cili i miraton librat. Dhe keni ngritur një biznes ku keni qëndër të parët që keni futur kasën me sa kujtoj? Po, ishte e habishme se na morën i natë të gjithë, në panajirin e librit. Madje një nga politikanët e lartë sot, ka qenë aty afër nesh, edhe ata shisnin pa kasë fiskale. Është habishme. Ne kishim kasën fiskale këte, ose për shumë kemi pas pengesat të tilla që na thonin ne nuk ja u marrim librat juve, për shumë librarët, sepse juve nuk punonin në të zezë. Ishte koha, sidomos, po u zgjat shumë, tranzicioni u zgjat shumë. Do me thënë, mund të ketë një 10 vjetë që u vendosën pasaj kasat fiskale. E gjithçka tjetër, ajo që e bëm neve, ne i kishim bërë për para. Ose uniformat në punë, kur ndërtuam shtypshkronjën, e Latifi Këmgulli tha, ky do jetë një projekt i përbashkët shqiptaro-kroat, sepse unë dua, tha, që të kemi, tha, ato kulturën e punës së tyre. Mendoj, duhet vishin uniformat punëtorët, asnjëri si vishte. Do të thonë, rebeloheshin, si ishin mësuar rrumuj. Shtypshkronja duhet të rinte pis, nuk duhet të ishte e pastër, do të thonë gjëra të çuditshme. Derisa u vendosën ato rregulla që vërtet u bë model, që është kënaqësi edhe sot futesh në shtypshkronjë dhe çdo gjë është në vendin e vet. Po gjitha duan luftë dhe rrezik. Çdo gjë është rrezik, çdo rregull që vëm sa do i rrep tjetë, ose jo aq sa do i rrep tjetë, por çdo rregull i rrep që vendoset, ty të rrezikon. Të rrezikon edhe në familje, kur vendos rregulla të rrepta, edhe në punë është e njëjta gjë. Është rrezik, po që edhe pa rregulla shumë gjëra nuk shkojnë. Ju keni qenë shumë avangard, të dy si çift në një farë mënyre. Latifi me shpirtin e biznesit, të inovacionit, dhe ju pastaj ekspertja e letërsisë. Po, na u bashkuan në fakt, u bashkuan shumë mirë, të dyja këto gjëra, se unë vërtet, sado ndonjëherë dhe me shaka, edhe Latifi dhe tjerët thonin, se Rita fluturon sepse Rita është poete, por çdo libër që kam propozuar unë, sidomos ato që kanë krijuar themelet e Shtëpisë Botuese Albas, dhe që kanë lidhje me profesionin tim, që specialiste didakte për tekstet e gjuhës dhe letërsisë. Kështu që çdo gjë që propozoja unë ishte një gjë që menjëherë kape nga mësuesit, kape nga tregu, kape nga nxënësit. Pra nuk është se unë e bazova atë që dëgjoj se unë po shkruaj poezi dhe tani do bëhemi neve të pasur, do investojmë. Unë investova në profesionin tim. Edhe të investosh në librin shkollor nuk është gjë e vogël, sepse shumë veta kanë punuar në librin shkollor dhe kanë vazhduar, kanë bërë diçka tjetër, ndërsa unë e vazhdova profesionin. Edhe aty e mbështetëm punën. Më pas filluam ne pasaj të bëjmë libra për fëmijë, të bëjmë libra për të rritur, libra të akademik, gjithë llojet e zhanreve. Mbi 40 tekste shkollore. Kam unë si autore, se ne kemi shumë tekste shkollore, kemi tekste shkollore që i kemi fituar edhe në Kosovë, që nxënësit në Kosovë bëjnë me libra tanë. Do me thonë, jemi goxha shtëri, Presheva, nxënësit e Preshevës punojnë me libra tanë. Nxënësit në Malin e Zi me libra tanë të historisë të gjuhës. Do me thonë, dhe sidomos diaspora, se e kemi merak, ne kemi botuar disa paketa mosimore, niveli i pari, 2 i 3, që janë kultura shqiptare dhe gjuha shqipe, dhe që ato i shpërndajnë falas ministri, dhe Ministria e Arsimit e Kulturës dhe Arsimit e Shqipërisë dhe Kosovës, që shpërndajnë për nxënësit në diasporë, edhe mësuesit. Sidomos kur shkojnë në Evropë, takoj shumë mësues të gjuhës shqipe, bëjmë dhe trajnime me ta. Ata janë shumë të organizuar, sepse këtu takova disa mësuese të gjuhës shqipe në Panajë,
Dhe më erdhi keq, ato nuk e ushtronin profesionin e tyre për shkak të kushteve tanë, që jemi në distanca të largëta. Do të thënë nuk është komuniteti i zhvilluar siç ndodh, edhe në Zvicër ka shumë, në Itali, në Greqi ka shumë mësues. Është më i organizuar dhe më i mbështetur komuniteti në Evropë në krahasim me komunitetin këtu, ndoshta jemi shumë larg, megjithëse digitalizimi na ka pastaj patjetër. Do një iniciativë, ndonjëherë mungon ajo ideja, duhet kërkosh që të marrësh. Po patjetër. Edhe po le të themi tek ju, 15 vite para ju patët idenë e digitalizimit, ku nuk mendohej, është shumë avangard e teksteve shkollore, me idenë e ikjes nga shkumsi dhe drasa zezë, dhe për të thjeshtësuar. Për një mësim aktiv. Interaktiv? Po, interaktiv dhe vërtet, edhe atë e morë modelin në Kroaci dhe ajo kishte edhe diçka që atë edhe pa pasur internet, sepse gjithmonë justifikoj, por jo ne s'kemi internet pse ta përdorim. Edhe pa pasur internet, libri shkarkohet, edhe sot e kësaj dite, dhe jo të hiqej dorë nga libri fizik, absolutisht, as nuk bëhe fjalë, ajo thjesht pasuroj. Pra hapen 2 faqet e librit dhe atje del mësimi, klikohet në një vend, siç janë librat këtu ke ju që janë shumë të zhvilluara, edhe pasaj tabela digjitale ku kishe një video të shkurtër që shpjegohet informacioni plus, marrëdhënia me prindin, marrëdhënia me mësuesin, do vetë të gjitha e kemi platformën tonë, e kemi mi të parët që e kemi hedhur. Plus kemi dhe median e portalit shkollor, që kemi shumë djegës, dhe mësuesit na thonë që jeni të vetmit ku ne gjejmë atë mbështetjen, gjejmë ku mund ta themi fjalën tonë, zërin tonë, sepse mediat e tjera e kanë pjesën e artësimit, po e kanë të kufizuar. Ndërsa te ne ata e gjenë shumë mbështetjen, kështu që në një farë mënyrë nuk kemi thjesht një botues i cili ka bler disa copyright e librash edhe po botona, absolutisht. Kemi politika për librin. Do të thënë jemi tamam një kompani e madhe botuese. Në redaksin tonë, se një shtëpi botuese mbahet nga redaksia. Në redaksin tonë, redaktoret kanë, edhe ato vetë kanë 10 vjet, më e pakta 10 vjet. Më e shumta kanë eksperiencë edhe 20 vjeçare, që kur është krijuar shtëpia botuese. Po kështu me ilustruesit që janë didakt, që merren me librin shkollor, normal, pasaj kemi specializuar dhe për botimet artistike. Po që të kesh një redaksi të tillë edhe të vuash pa drejtësit sot, është habitshme. Sepse mendoj që edhe në botë, njeriu krijon një status. Kur ti krijon një status, ai tjetri që është i ri do luftoj që dhe ai të krijojë status. Dhe ti je përpara. Ti je avangard, je përpara. Do të thonë, duhet të vinin vitet që të rije e qetë. Mos i duroje do të pa drejtësin që kam shkruar unë te libri po e më munges. Si mundet të bëj pa drejtësi kur ti ka krijuar një status në shoqëri, statusin e njeriut i cili e ka vlerën dhe cilësinë të garantuar. Se ti investon. Edhe pikërisht në këto momente të bëjnë dëm, është habitshme. Është habitshme. Politikat e gabuara. Jo të gabuara, ato i bëjnë me qëllim. Nuk është se bëjnë gabim. Punë e madhe, tani jam unë, me mandatin tim të përkohshëm, mund të bëj çfarë dua unë. Punë e madhe se ti ke 25 vjet. Sa duhet paguash haraqin e të vërtetës e të qenurit i ndershëm. Po. Po ndërkohë ju jeni dhe shembulli i suksesit me ndershmëri. Me ndershmëri. E thatë shumë bukur. Sa krenare të bën kjo çdo ditë jetës? Shikon, pasi është patetike ta thuash krenare, po edhe s'është fare, sepse në fundit kjo është ajo jeta që ne bëjmë edhe ajo që marrim, që kur takojmë për shembull, qoftë mësues, qoftë prindër që thonë, sa të bukur i keni libra, do të thënë, e marrim gjithmonë atë mirënjohjen, dhe është shumë e bukur ta marrësh këtë lloj mirënjohje, gjë që ti thua, po mirë, po nga politika pse se marrë, jo se ne kemi nevojë të marrim mirënjohje, po kemi nevojë për konkurrencë të lirë, dhe konkurrencën e lirë nuk e mbrojmë dot ne. Konkurrencën e lirë do ta mbrojnë ata të cilët na udhëheqin ne.
Apo jo, kushtet i krijojnë ato, kushtet janë të barabarta, apo nuk janë të barabarta. Libri Vrima krijoi një tërmet. Thënë, sa ju ka kushtuar fakti që nga shumë lexues jeni keq kuptuar në një farë mënyre. Njerëzit ju dëgjova dje ndërkohë që shpjegonit se si ka lindur si ide. Dhe ndërkohë mendja e njeriu është i bukur arti sepse interpretohet se si çdo, si ndihesh nga eksperiencat e tua. Shkrimtari krijon një tablo dhe ka aftësinë për ta bërë lexuesin jo vetëm të lexojë, por dhe të shohë, të futet në ta provokojë që ta ketë mendjen atje. Ta ketë mendjen, ta glabrojë atë vëmendjen në një mënyrë të tillë ta mbërthej që ti jeton në çdo faqe të librit. Paktën ashtu më është dukur mua sa herë që lexoj. Madje kur vjen ajo faqja e fundit kam një moment trishtimi sepse kur të pëlqen libri apo jo? Sigurisht. Sigurisht kur më pëlqen. Po ndërkohë sot që flasim, po ky libër është botohet në është botuar në disa gjuhë, gati po, në 5 dhe shiko, është e habishme për mua ajo që ndodhi dhe tash, unë kisha një rret të vogël lexuesish, pastaj rreti u zgjerua dhe që ata që filluan shajnin fillimisht rrezikas kishin lexuar ndonjëherë një poezi në jetën e vet. Por mua në fakt më sulmuan edhe njerëzit e letrave, sepse ishte krijuar ajo përshtypja jo se ata s'kan lexuar ndonjëherë Erosin në letërsi, sepse kanë shkruar shkrimtarë të tjerë shumë më tepër. Problemi është që çfarë lidhje ka kjo me letërsinë shqipe, çfarë aq më tepër unë grua poete, kishin bënim edhe me shije të ndryshme, edhe nuk e di pse i trondit, ti zbulosh njerëzve perversitetet e veta, është shumë tronditse, si duket. Gjë që unë nuk e kam mendu gjatë këtë gjë. Unë kam menduar, duke bërë diagnozën e trupit tim, mendoj, dhe jo vetëm unë, por çdo shkrimtar i vërtet, kur bën diagnozën e trupit vet, ka bërë dhe të shoqërisë. Dhe vetëm ashtu ne mund të çlirohemi nga perversitetet e botës dhe të jemi njerëz të çliruar, dhe të shikojmë gjërat në sy, që unë jam një njeri që mund të mendoj dhe kështu, pa ama më çlirohem nga veset dhe shkoj drejt virtytit. Po su çlirove nga vesit, ty të krijohen komplekse. Dhe komplekset e bën njeriu edhe të palumtur, dhe komplekset e bën një shoqëri shumë të ngurcuar që të mos zhvillohet, mos hapet. Dhe libri Vrima krijoi debat dhe sot e kësaj dite është një libër që u bë 12 vjet që është botuar, edhe nuk e haron asnjëri. Ai po të ishte një libër që s'kishte asnjë vlerë, njerëzit do e kishin harruar, do ishte harruar me kohë. Gjërat pa vlerë. Le që gjërat pa vlerë nuk të trondisin. Ti, ja u bë një zhurmë, u bë 3 ditë, iku, mbaroi. Si ka mundësi 12 vjet, mos e harrojnë. Dhe mua pasaj më vjen për qeshu se gjithmonë themi që unë kam një vrim në biografi, në vend që them një njoll në biografi. Po që nuk jam penduar dhe kam vazhduar prapë të shkruaj edhe librat e tjere, kanë provokimin brenda dhe te poema e mungesës dhe tek libri Lindur së prapthi. Jam munduar tamam të shpreh gjithë ato dhimbjet e rritjes së një vajze të vogël, ose ato komplekse që na krijonin prindërit tanë që nuk flisin hapur me ne, dhe ty të duket sikur dita e gjakosjes tënde, dita e gjakimit tënd, dita e pare menstruacioneve, është një tmerr i vërtet se ty asnjëri s'të ka thënë se çfarë po ndodh. Dhe ti kujton se je duke vdekur, se shikon gjakun. Dhe patjetër që do t'i shpjegoja gjëra të tilla, do t'i shkruaja, sepse është edhe kjo është një lloj çlirimi. Dhe sot në vendet të cilat janë më primitive, më provinciale, vazhdon akoma e njëjta gjë. Në vende të tjera, në vende ku ka ende diktaturë, gjitha këto gjëra ndodhin dhe sot. Kështu çlirohet një pjesë e shoqërisë nga shkrimtarët. Nuk mund çlirohet shoqëria, sa do të bërtasin feministet që kalojnë në ekstrem. Nuk çlirohet nga ekstremizmi. Jam dakord me luftën, sepse feminizmi solli shumë gjëra për gratë.
por nuk jam dakord me ekstremin. Dhe mendoj që edhe në botë, si Simone de Beauvoir, që ajo solli gjithë atë lloj zhvillimi, gjithë atë lloj revolucioni seksual, apo revolucioni seksual që ndodhi në Europë në vitet 60. Të gjithë ato sjellin çlirimin e njeriut, çlirimin e gruas. Dhe erdhi nëpërmjet dijes, që tham, nëpërmjet argumentit, nëpërmjet asaj që ty të beson pasaj shoqëria, sepse të pa lira janë edhe gratë intelektuale, nuk janë vetëm gratë të cilat ne mendojmë që jetojnë brenda 4 mureve. Ke plot gratë cilat nuk e bëjnë jetën e lirë, nga frika e humbjes së familjes, e humbjes së paras, frika e humbjes së partnerit. Dhe mua më vjen mirë që sot ka gra të cilat janë shumë të lira dhe takoj rreth e qartë gra të cilat janë që kanë më pak frikë se sa burrat nga divorci. Dhe që kanë filluar tani të jenë shumë më pak komplekse se sa burrat. Edhe në letërsi ndodhet e njëjta gjë, edhe në poezi ndodhet e njëjta gjë. Përpara se të nisnit ta botonet, Vrimë, edhe partneri juaj, Latifi, kur e pa, ju me shpirtin rebel, ai me sinqeritetin të ndarit me një partner dhe të mendimin e sinqert. Ishte thatë e përmendë dje, vërtet do ta botosh të libër. Do ecësh në një fill 1000 metra të lartë. Dhe në fakt vërtet e quajta që... Ishte ai momenti që vendose që ta botosh atëherë? Jo, unë e kisha të vendosur, unë e kisha mbaruar, e kisha bërë gati, madje kur e çova në shtypshkronjë librin, më tha mua Latif, ç'a na bëre ta se në shtypshkronjë vjen që të shtypin dhe të punojnë, ata janë duke lexuar vargjet e tua. Nga fashikujt që dilnin. Po që për te shakas ishe një periudhë shumë e vështirë. Normal unë Latifin e kam pas gjithmonë mbështetje, por për te asaj mbështetjes, jo për sytë e botës, po mbështetje, por gjithmonë e kishte edhe atë pjesën tjetër. Dëgjoj se ne kemi biznesin, ne merremi me edukimin, njerëzit do na sulmojnë, se vërtet mundohen të sulmojnë në pikën më dobët. U bore ti të na edukosh në fëmijët tanë, e kupton? Ose do diçka, na sulmuan një herë për një ylber, ai ishte thjesht një ylber, e lidhen ylberin me LGBT-n, dhe, jo, do me thënë për mua, filluan sulmet. Ajo s'kishte lidhje fare, pavarësisht se unë respektoj jetën e gjithkujt që mund të bëj çdo gjë, por në fakt s'kishte asnjë lidhje në libër me këtë gjë. Dhe gjithmonë të keq kuptojnë, gjithmonë të sulmojnë, dhe ky ishte situash rreziku më i madh që unë po merrja përsipër, për shkak të punës time. Sepse po t'isha thjesht një person i lirë, edhe sa herë unë ndërroj them, po sikur t'isha vetëm poete, do isha njeriu më i lumtur në botë. Ç'a nuk do bëja, ç'a nuk do thoja. Po si duket natyra ime është të fluturoj me këmbë në tokë. Të ndërrosh, po dhe të vizatosh. Po, më ka pëlqyer shumë. I kam bërë autoportret vete, siç ja kam bërë me shkrim, ja kam bërë edhe me laps, dhe kam përshtypjen kemi pasur gjithmonë me Latifin që kur t'jemi në një moshë shumë të madhe, do merremi me lulet edhe me pikturë, se dhe atij i pëlqente piktura. Edhe kam një kopë shumë bukur që e mbaj me lule, ka edhe bim, ka edhe pemë, por që ashtu e kishim vendosur të dy. Se s'ka gjë më të bukur që në një moshë caktuar të merresh me pikturë dhe me lulet. Kur e nise pikturën, Rita? E vogël, do me thënë që kur kam nisur këtë, edhe doja të vazhdoja për arkitekturë, po nuk më doli për arkitekturë, dhe atje pasaj mësova shumë që të vizatoja. Bëra një kurs vizatimi dhe ajo si duket më ndihmoi me dritjetë me ato. Do e nisni prap? Do të mbani premtimin me veten? Po, kur të heq dorë nga gjithë to lëvizjet, aktivitetet, si duket, se dhe ajo do kohën e vet, shkrimi do kohën e vet. A pret Rita për momentin e duhur? Jam spontane.
kur të vite, për çdo gjë, edhe për librat. Nuk më ka asnjëherë paniku, unë s'jam duke botuar, absolutisht. Do me thënë, nuk e kam fare, te mua nuk ekziston kë panik. Edhe kjo lloj bare nuk ka qenë asnjëherë. Vjen spontane, tani do vi, tani do botohet. Është një farë mënyrë edhe një farë çelësi, suksesi. Po, mendoj se po. Nga spontaniteti. Po, spontaniteti. Kthehemi tek poema mungesës. I dashuria me fundit. Dashuria juaj e fundit. Një dashuri shumë inspiruese. E rrallë, që shumë e kërkojnë, pak e gjejnë, po të gjithë e duan. Është vërtet inspiruese çfarë kam lexuar ndjerë edhe parë në vargjet tuaja tek poeme e mungesës. 20 vite që në një farë mënyre vërtet përkufizuan atë vetëm vdekja do na ndaj. Dhe me sa shoh unë as vdekja nuk ju ka ndarë. Është e vërtet. Ka lënë frymën e tij, ka lënë shumë frymëzime, them unë. Dhe prandaj ky libër, sado dhimbje që të ketë, e ka dhe brenda pjesën e frymëzimit. Sado idealizëm që të ketë, ka atë brenda atë, dëgjoj se dashuria jonë ishte reale. Ne ishim një çift që përballeshim me sfidat e jetës, përballeshim me sfidat e të qenit çift, sepse në një kohë të gjatë, kur ti je çift, ke shumë sfida. Nuk është se je në fillim dhe je në kulmin e dashurisë. Atëherë ke sfida tjera, po sfidat tamam tjetës, që duam ne të jemi bashkë apo nuk duam. Dhe përveç saj ke dhe sfidat që përballesh me gjithë padrejtësitë, me gjithë ato sfidat që na dalin për ditë në jetë, i përjetojmë dramat bashkë, i përjetojmë gjërat e bukura bashkë, si çdo çift tjetër, por që në fundit në atë libër është një çift i cili është shumë i virtytshëm. Do me thënë, është një çift që nga morali, nga mënyra se si janë bashkuar, kur atje është një pyetje, a ke dashuruar ndonjëherë ndonjë grua të martuar të çmendur, ty të duket sikur kjo dashuri ka lindur nga imoralja, nga tradhtia, por në fakt një dashuri e madhe është gjithmonë tradhtia është e justifikuar në një dashuri të jashtëzakonshme. Dhe fakti tregoi që kjo dashuri ishte shumë e pastër dhe shumë e ndershme. Nuk janë gjëra të bardhësi, ne mundohemi të gjykojmë gjëra të bardhësi. Dhe prej saj lindën shumë gjëra, të cilat i diskutuam sot. Pra kemi të bëjmë me një çift që ka ruajtur shumë ekuilibra. Dhe fakti që dhe në jetën reale, ekuilibrat ne i kemi mbajtur në lidhje me fëmijët dhe me gjithçka tjetër, i kemi mbajtur shumë mirë. Dhe unë prandaj them që nuk është e rëndësishme vetëm dashuria. Ndonjëherë dashuria dhe çkatron. Është e rëndësishme sa inteligjent je, sa i mençur je. Si di ti përballosh dhe të ruash ekuilibrat, që ti jesh dhe i lumtur, edhe përgjegjës, edhe t'i japësh, edhe sakrifikosh, po ama ta ruash edhe lumturinë tënde edhe të tjerëve. Është e lodhshme dhe është një këshill që jap gjithmonë vajzësime. Jeta është një mozaik. Po të munguan sa pjesë nga ky mozaik, ti nuk je deri në fund e lumtur. Ti je lumtur kur di të vendosësh ekuilibra dhe me familje, me fëmijët, me gjyshin, me gjyshen, me shokët, me gjithë atë rrethin që të rrethon, me kolegët dhe me gjithçka tjetër. Kur di ti ruash këto ekuilibra, dhe ekuilibra nuk do të thotë se ti nuk do rebolohesh. Ekuilibra që ti t'jesh i qetë me veten tënde, që edhe kur prish diçka, edhe kur ndahesh nga diçka, ama truash ekuilibrin, që thuash kaq ishte dhe unë do veproj ndryshe tani, me ashpërsi për përgjegjësinë. Pra unë nuk them truaj me ekuilibra që t'jemi spontan, t'jemi oportun, po t'jemi luftëtar. Gati po e racionalizon dashurinë. Por ndërkohë kur unë e kam lexuar dhe parë, më është dukur shumë pasionante, jashtë racionales. Është. Dhe është shkruar në librin Kufiri nga Latifi, sidomos kjo pjesa më pasionante, ndërsa unë nxora librin Këtu poshtë këndohet live, edhe është një nga poezitë më të bukura që kam unë, atë kam thënë ndonjëherë që dua të des në pranverë bashkë me ty. Atë poezi kam shkruar sapo kishim rënë në dashuri bashkë. Dhe nuk e di pse
u lidh dashuria me vdekje, është habitshme. Sepse njeriu kur dashurojnë gjithmonë shkon mendja unë dua të jem mi priecish bashkë. Vetëm vdekja do të na ndaj. Dhe është habitshme të shkruash një poezi për vdekje në një kohë kur sapo je dashuruar. Wow. Edhe ashtu ndodhi. Nuk ndodhi ai vdiq në nëntor, nuk vdiq në pranverë, po. Wow. Nuk ja keni ndjellur, po e keni parë. Po. Keni pasur një farë, domethënë, premonition që i thonë, Po. të them në shqip. Keni jetuar dy jetë në një farë mënyre, dy histori dashurie, Po. Ka pas raste që kam jetuar edhe dy jetë, në një kohë tranzicioni. Edhe atëherë jam munduar të ruaj ekuilibrat derisa kam gjetur zgjidhjen. Unë mendoj që siç është në një vend, në një popull që ka gjithmonë histori tranzicioni, edhe në jetën e njeriut ka gjithmonë histori tranzicioni. Dhe s'duhet të gjykojmë asnjëri se çfarë bën në këtë periudhën e tranzicionit, se gjithmonë problemi më i madh është periudha e tranzicionit që ne i gjykojmë njerëzit. Sepse pse gjithmonë kur ti je me dikë ose dikush është me një grua e cila nuk ka statusin e bashkëshortes, të gjithë e qynë pikë të dobët dhe të gjithë mundohen të hedhin njolla, të hedhin gur, të hedhin balë. I njëjti njeri fiton statusin e bashkëshortes dhe të gjithë ka rënë rahat. Po pse? Pse? Është habitshme se ç'a ndodh me njerëzit. Ka një etiketë për gjithçka. Po. Është komercializuar dhe martesa dhe titulli i bashkëshortes apo. Ose për shembull, shikon një çift të lumtur dhe gjëja e parë që i thua dikujt, sa mirë janë këta me njëri tjetrin. E më mirë se nuk kanë bërë celebrim. Do të thënë, kur ti thua më mirë se s'ka bërë celebrim, më ka ndodhur dhe mua ta dëgjoj shpesh se ne s'bëm kur celebrim se s'kishim nevojë ta bënim. Por kur e kam pas dëgjuar ato e unë, po këto të kenë sa çerekun e dashurisë që kam unë, janë burrë e grua dhe nuk kanë as çerekun asaj dashurie dhe të asaj ndeshmërie me cilën e kemi pasur neve njëri tjetrin. Është habitshme. Më gjithmonë do gjen diçka. E prish martesa marrëdhënien? Po, unë mendoj që familjariteti e pris shumë marrëdhënien. Kur dy njerëz duhen vërtet, edhe nuk arrin të shpëtojnë familjaritetin. Dërsa kur dy njerëz mund të si janë dashur asnjëherë, po kanë bërë marrëveshje, dhe pastaj se kanë duruar këtë marrëveshje, ose kanë qenë pasionant, dhe ju ka ikur me njëherë pasioni, dhe nuk e kanë kuptuar që si jetojnë dot me njëri tjetrin. Por unë flas për çiftet që janë martuar me dashuri dhe janë dashur shumë. Prandaj i quaj ta sfidë, sa do të jesh dashur në një marrëdhënie të gjatë, një bashkëjetesa është sfidë. Dhe unë e kam te libri Vrima kam një poezi, mbasi kalon kjo ekstaza dhe bukuria e të rënit në dashuri, tani kemi detyrën e vështirë të duhemi. Dhe e quaj detyrë të vështirë, e quaj sakrificë të madhe. Por ama, kur prapë është dashuria në mes, nuk e pse ta humbësh. Merr trajta të tjera? Po, merr trajta të tjera, duhet ta pranosh, edhe të kesh. Pra, në qoftë se i kishe me shumicë ato dritërima dikur, dhe arsyen e kishe jo shumë të fortë, tani ndodhe kundërta. Arsyeja është shumë e fortë, dritërimat janë të pakta, po duhet t'i ruash ato të pakta. Do lexojmë diçka? Në rregull. Unë apo do lexosh? Jo, sepse ju përket ju, është e juaj. Me shumë dëshirë do ta kisha lexuar, po dua që në një farë mënyrë të materializohet pak kjo që folëm, kjo dashuri. Po, është e vërtet. Pasi duket ambigue, duket kështu në ajër në mënyrë. Do lexoj një poezi që gratë më pëlqejnë shumë. Dashuria ime. Kur të thoja kam frikë, ti më mbroje krahët. Kur të thoja ndihem bosh, ti ndizje muzikë. Kur të thoja më zihet fryma, ti më çelje dritare. Kur të thoja më dhëm këtu, ti më ambuloje me pëllëm dhimbjen. Kur të thoja nesër do t'i iki, ti kur nuk më the rrugën e ke hapur.
kur unikja, kur nuk ja vure Chelsea derës. Shumë e bukur. Sepse këtë lloj tolerance mendoj që gratë e duan shumë. Pra duan nga burri mbështetjen, duan ngrohtësinë, duan besimin, duan sigurinë dhe që po duan dhe lirinë. Dhe liria e bën shumë të rrezikuar situatën. Dhe u mendoj që një burr që e le derën hapur nuk është një burr i cili s'ka autoritet. Mendoj që është një burr që s'ka komplekse. Ai nuk ka komplekse. Ai nuk vuan se çfarë thonë tjerët, se hapi derën gruaja iku dhe u kthye prapë. Ai e do atë dhe e do bashkë me lirinë e vet, jo me frikën e vet. Dhe mendoj që ky është mashkulli ideal. Disa meshkuj dashurohen me atë çfarë kanë projektuar, domethënë imazhin e projektuar të një femre që me të vërtetë e kanë përballë, por e duan në mënyrën që e duan ata. Ndërkohë Latifi ju la lirinë, që më shumë bëri që të tërhiqte ndaj vetes. Po, e vërtet. Njëherë ajo liria është ajo që të tërheq më shumë. Edhe ajo që unë e them gjithmonë që nuk ka gjë më të bukur që t'jesh dashnor, po t'jesh dhe shumë shok. Nuk ka gjë më të bukur. Dhe kjo të ndihmon shumë në një lidhje. Afatgjatë, t'jesh shok. Dhe shok i ngushtë, të bëjmë gjëra bashkë, t'i bëjmë aventurat bashkë, t'bëjmë diçka bashkë, bëjmë bisedat bashkë, t'i hapim zemrën njëri tjetrit. Prandaj e quaj këtë pjesën e shokut ngushtë, është shumë e rëndësishme. Shok edhe dashnor. Po. Komunikimi, Chelsea, po ndërkohë dhe pasioni, duke mos e marrë për të mirëqenë. Do ta quaja kryesorin. Ishte dashnor deri ditën e fundit? Po, kemi qenë edhe kemi pas një periudhë pak të vështirë, sepse kishim shumë përplasje që lidheshin me punën. Se më shumë përplasje për punën kemi pas, me thënë drejtën. Jo çështje mentaliteti ose xhelozisë kemi pasur fare, jo se jemi dashur, dhe sidomos fillimet e kishim atë gjë. Po pastaj ishim në një farë mënyre të qetë, jo rahat, se rahatja ndonjëherë të surprizon për keq. Po kemi qenë të qetë me njëri tjetrin sepse ai merrte nga unë çfarë donte, unë merrja prej tij çfarë doja, dhe s'kisha pse të vrisja mendjen që kur ai ikte dhe rinte 3-4 ditë, shkonte në Maqedoninë e Veriut, shkonte në Kosovë, që kujdesej për punën, asnjëherë nuk kam pasur atë ndjesinë e xhelozisë. Po ishte një pasion që kishte ardhur kështu, që po bëj i qetë. Dhe në këto përplasje një si lloj krize do ta quaja, që të dy e menaxhuam shumë mirë, edhe e kapërcyem shumë bukur, dhe ishim lidhur akoma më fort me njëri tjetrin, kur iku. Kështu që nuk më ka ngelur pishman. Nuk i the dot mirëpafshim. Jo, nuk i thash dot, nuk i thash, ishte periudha Covidit. As e pash, ndodhi çdo gjë shumë e shpejt, por unë atje e kam shkruar që ky është fati i keq i dashnorëve, që edhe varet do t'i kenë larg njëri tjetrit. Sepse ne s'është se kishim në status zyrtar. Por ne ju kemi lënë, ne lëm, do me thënë dashnorët lën pas trashëgimi, lën dashurin, lën frymën, lën frymëzimin. Ndërsa një çift burrë e grua lën vërtet trashëgimin materiale. Ne lën pas frymëzim. Keni lënë vërtet një histori frymëzuese, inspiruese sidomos për çiftet e sotëm. Po. Që e kanë një çik më të vështirë të thellohen në ndjenja, ndjesi. Është jeta, më vjen keq në fakt, që vërtet nuk është faji tyre, është jeta, zhvillimi i teknologjisë, gjithçka ecën me ritme aq të shpejta, duket vetja sikur nuk je i Zotit. Dhe të rinjt, sidomos ata 20 vjeçarët, 25 vjeçarët,
mendoj që e kanë shumë të vështirë që të mos ndjenë vetëmi. Si që kanë dhe të moshuarit, që ndjenë vetën. Kam shkruar tek poema e mungesës dhe për këtë lloj vetëmie. Vetëmin e triu dhe vetëmin e të moshuarit. Ju nuk e qenë kur për më parë vetëm? Jo, asnjëherë. 5 vitet e fundit kanë qenë ato që ju bën që të jetoni një jetë të tretë tani, një farë mënyre me vetëmin, bashkëstar jetë, për zgjedhje. E ndjej kur jemi në për festa, e ndjej sepse kemi qenë gjithmonë çift. Edhe jo vetëm çift, por çift i admirueshëm, që gjithmonë na mbanin mend, na shikonin, shkonim lokale, po të shkonim herën e parë dhe herën e dytë me njëherë thonë, ky çifti. Do të thënë, gjithmonë linim gjurmë, sepse Latifi kishte shumë sharm në bisede, në gjithçka. Është një periudhë që vërtet e kaloi vetëm, po unë e kam jetën shumë të mbushur. Por asnjëherë s'do jem më me të, sa herë them që nuk do hypim më te kjo makina që kemi udhëtuar pafund në rrugët e Europës, nuk do shkojmë më të bëjmë pushime në Kroaci, do të thënë janë kapituj që të mbyllen. Edhe ti duhet mësohesh me dhimbje, duhet ta pranosh këtë lloj vetëmie dhe ta mbushësh jetën me gjëra shumë bukura. Janë kujtimet një farë bashkëstari që ta leçon dhimbjen? Kujtimet mua kam fillu tani më frymëzojnë. Është që e bukur, them sa bukur. Dhimbje kam, por nuk e lejoj veten të bëhem viktime e dhimbjes. Dhe mos të gëzoj ato të mira që më sjell jeta. Dhe ndonjëherë kur njeriu më i dashur i yt i ikën, dhe ti nuk ke mundësi ti thuash mirëpafshim, nuk është gjithmonë një gjë e keqe. Të duket sikur s'ka ikë. Të lehtësohem. Edhe unë them, sa mirë që nuk e pash. Ka shumë raste që them sa mirë që nuk e pash. Vërtet të lehtësohen gjëra, duket se është aty, të duket sikur është aty. Rita, ishte shumë kënaqësi kjo bisedë, koha iku pa e kuptuar. Vërtet. Dhe e bëm shumë qetë. Patëm ndjeva si një lloj terapie së bashku. Në sinkron shumë të bukur. Shumë faleminderit për këtë, për ndjesitë, për thellimin dhe për artin e poezisë të prozës. Aq të bukur që ke lënë pas. Edhe uroj që të shkruash shumë, sepse ke shumë për të thënë. Dhe urime dhe suksese me gjithçka në jetë. Falenderoj dhe unë shumë. Faleminderit.